Sot më 29 prill u përkujtua 82 vjetori i luftës dhe djegjes së Karbunarës gjatë luftës çlirimtare nga forcat pushtuese. Pas kolonjës u doq Karbunara me 370 shtëpi, pasi ishin fshatrat që i kundërshtonin fuqishëm pushtimin e vendit. Për të nderuar e respektuar veprën e të rinjve të rejave si Mexhit Çela, Ahmet Shabani, Nuri Shabani, Esma Dervishi e të tjerë që dhanë jetën për çlirimin e Lushnjës dhe Shqipërisë, u mlodhën tek lapidari përkujtimor për dëshmorët, pushteti vendor, veteran dhe qytetar. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa tha se sot kujtojmë me mirënjohje veprën e dëshmorëve. Ashtu si çdo 29 prill, edhe sot, mbas 82 viteve, ne kemi ardhur këtu në këtë monument për të kujtuar dhe për të nderuar me mirënjohje të gjithë ata të rinjë të reja të popullit të Karbunarës, të cilët dhanë jetën për çlirimin e Lushnjës son dhe për çlirimin e Shqipërisë. Roft populli i Karbunarës, lavdi dëshmorëve të atëdheu. Më pas, fjalën e mori kryetaria e veteranëve Shqipe Gjoshi dhe pasardhës veteran. Sot në kujtim të 82 vjetorit të luftës së Karbunarës dhe të djegjes së saj, përulemi me nderim dhe respekt të veçantë para këtij populli të ri me patriot. Në fund të vitit 42, Partia Komuniste i bëri thirrje mbar popullit shqiptar të ngrihej i organizuar në një luftë të pandërprerë kundër forcave pushtuese dhe tradhtarëve të brendshëm, të bashkuar me ta. Kjo thirrje gjeti zbatim edhe në Myzeqe, ku më 26 dhjetor, aksionet e saj në Libovsh kundër forcave në fillim të muajit mars 43. Filloi luftimet shumë të ashpra në Roskovec edhe ndaj forcave të Isatoskës, duke vrarë e plagosur mjaft nga radhët e tyre. Përse pikërisht në kolonjë u doq e para dhe pastaj në Karbunar. Kjo për arsye se Karbunara ishte fshati më i madh e me rreth 370 shtëpi. Në këtë fshat ka pasur qeta qysh në fillim të viteve 1910. Kjo për arsye se Karbunara ashtu fshati më i madh edhe me rreth 370 shtëpi. Ne jemi mbledhur sot në 82 vjetorin e djegjes Karbunarës. Dhe jo pa qëllim, forcat naziste, forcat e ballëve kombëtar, forcat ilegale që vinin nga bashkëpunimi me okupatorin, e dojnë Karbunarën një herë për të nënshtruar gjoja që ta të mos luftonin më dhe të bashkoheshin me këta dhe jo me lëvizjen e çlirimit. Në këtë kohë nuk u nënshtruan nënat dhe burrat dhe gratë karbunarëse, që janë ato të para që i simbolizojnë edhe fëmijët e tyre, edhe burrat dhe i çunë në luftë për zdyti. Dhe këte ata prap për ta nënshtruar e dojnë për shtreti Karbunarën. Karbunara prapë nënshtruar. Mas kësaj djegje, Karbunara krijoi batalionin, krijoi brigadat dhe në 30 tetor të 44 u kriju brigata 10 në këtë vend ku jemi ne.